tjetë edhe një farë nxitjeje për raste tjera? Reagimi nuk do të me qenë sot për sot ose sot për nesër. Reagimi do të me qenë apat gjatë dhe do të me qenë me pas një planifikim dhe një strategji qysh me dalë për këti problemi. O menaj që me këtë punë është dasht me u marrë dhe kryeministri venit, për shkak se është kriju një kaos shumë i madhë, është prejkë vlera e jonë me madhë që kemi në prejkë fëmijët edhe mësusit, që do të me qenë heroj në një në mësus dhe ardhmja në tjetër në anë fëmija do të me qenë. Kështu që me arna në këtë situatë sot, në thonë që e tha përfaqësuesi sindikatës i merë që tha nuk janë majtorë, tjetë që së dash me majtorët e para, po dash me qenë orë sensibilizuse, dhe dash me shku rekomandim prej Ministrisë e Arsimit, për mes DKA-ve, së është një pa lidhje ligjore që, për me thonë që ora e parë i dedikohet rasteve të dhunës, dhe dash me diskutu dhe me i tregu që në njërën anë mësusi do të me qenë heroj, se është taj personi cili e zhvillën, do me thonë, rinin e këti vendi, i ndihmën, e mundësim për me zhvillu dhe mundësim për me pas një perspektiv, ku në anën tjetër e kemi të ardhmen tonë, nëse kemi rinin e shkollume, ne mundojmë me pasë një zhvillim atë mirë ekonomik dhe me ecë vendi për para. Dhe që kjo është problemi që mu po mbrengos mas shumë. Dhe me thonë, është problem shumë i madhë me cilin do të më marë komplet instancat e shtetit, do të më marë me to për me mujtë me përmirësu, dhe me thonë, në procesin dhe me pas një planifikim, me mund gjithë tha palë të interesit, që lidhen me pjesën e arsimit, të përfshi, sindikatën, mësimdhënës, përfaqësues të prindve, ministrit, DKA-t, njerëz të fusha ndryshme me thirë, me i ullë dhe me pasë cili është halë dhe qysh do të me zgjedhë këtë problem. Për shkak se na kemi pasë raste, nuk është raste izolum pra po them, po prapë po këthejnë ata. Do të me ullë dhe do të me u pa se sa kemi nevoj për infrastrukturë, nuk mund është me majtë mësim pa infrastrukturë, pikë, s'ka ndryshe ma. Do të më bëni fizibilitet. Na nuk e dim sot sa shkolla të reja na u do. Na veç tojna që në maru disa shkolla në përfshatra, po, ka raste kur jenë maru pa planifikim, po nuk e kanë dit njës që ka me pas televizje demografike dhe kanë dalë njës në përshtet me etu tash, ose kanë dalë edhe jashtë venit, dhe më thonë. Pra ndaj, qëllimi ka qeni mirë, dhe më thonë. Mirë po, ne sot do të me pas ne pasyrë të saktë dhe sa objekte shkollore na u dënë në qendrat ku ka ne dënësi matë madhe të popullatës. E para, e dyta, administrata. A u lajmërun këta fëmijë dikon tek administrata e shkollës, të sistemi shkollës, që po thëmë pra, digitalizimi kësajna. A ka evidenca për të fëmijë, se procedurat janë qarta, janë veprat e randa, janë para pa me legjë dhe me akte tjera normative, se çka ndodh me një fëmijë nëse është i përsërit rastet vazhdimisht. Dhe janë procedurat, nëse ju përmbami procedurave, atëhera i fëmijë nuk ka mundësi më mëraj në shkollë, po kemi raste kur nuk përmbam procedurat për shkak të angazhimit mësuesi sot do të më mush ditar të ditën, a më marrë me ditar, a më marrë me lajmërim të raste. Qysh ka me komuniku me prindin mësimdhënësi? A do të përmes telefonit vazhdimisht, apo ka një sistem për komunikim, qysh është learning management system që janë, përmes cilin në kohë reale prindi e merr informacionin se çka është të ndodhë brenda shkollës. Tjetra, kurikula, është një kurikull që është bo para disa viteve, e cila hala nuk ka një konstatim, a është funksionale apo së është funksionale, dhe ne sot kemi një veprim, ku të ndodhë prapë me ndru një kurikull tjetër.